Përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të Radios Rrugës, jeni me mua Borën në programin Retro Time këtë të martë, si çdo të martë tjetër që kemi pasur këto 3 muaj me radhë. Dhe më vjen keq të them se kjo është dhe puntata e fundit. Shpresoj të keni mësuar shumë për këtij programi dhe të na keni ndjekur se tek e fundit qëllimi i këtij programi ishte edukativ dhe historik, që ju të ndiqnit dhe të mësoni diçka nga kjo. Nuk dua të bëjmë prikse, se pjesën prikse e kam lënë për në fund, por gjithsesi sot do të flasim edhe për një datë e cila është shumë e rëndësishme, si 23 prilli, dita botërore e librit dhe të drejtës së autorit. Prilli është muaji i pranverës, i lulëzimit, i ditëve më të gjata dhe më të ndryshme, dhe midis tyre shënohet një datë më e rëndësishme dhe po ashtu e veçantë për kulturën dhe dijen e njerëzimit. 23 prilli. Kjo ditë njihet ndërkombëtarisht si dita botërore e librit dhe e të drejtës së autorit, dhe ajo nuk është mund të thoja se mund ta cilësonim si një përkujtim i fuqisë së librit, i vlerës së autorit dhe i rëndësisë së fjalës së shkruar. Por si fillim, si gjithmonë, në pjesën hyrëse kjo ishte vetëm një përmbajtje e shkurtër e 23 prillit, por duhet po ashtu edhe të cilësohet se dita botërore e librit u shpall nga UNESCO në vitin 1995, por data 23 prill lidhet me figura historike të letërsisë botërore si William Shakespeare, dramaturgu anglez, dhe Miguel de Cervantes. Një datë e cila i përfshin të dy, i cili edhe po ashtu Cervantes mund të themi se ishte edhe autor spanjoll, ku të dy vdiqën rreth kësaj date në vitin 1616, një fakt që i ka bërë këta dy autor simbole të përhershme të trashëgimisë letrare, dhe përmes tyre kjo ditë bëhet një urë që lidh kultura të ndryshme dhe breza të ndryshëm, duke treguar se libri ka një ndikim universal që nuk njeh kufi. Por si fillim do ju përshëndes me një këngë dhe më pas do të rikthehemi në studio për ta vazhduar temën.
U rikthejmë kështu përsëri në studio dhe siç e thash prej në fillim, për ata që nuk na ndoqën nga fillimi, sot do të flasim për 23 prillin, dita botërore e librit dhe të drejtës së autorit. Kjo datë nuk është thjesht për kujtim historik, por edhe një mundësi për reflektim mbi rolin e librit në jetën tonë, mbi rëndësinë e dijes dhe të mendimit kritik. Libri ka qenë dhe mbetet një nga format më të fuqishme për të ndarë ide dhe për të transmetuar histori dhe po ashtu për të ruajtur identitetin ton kulturor. Si ka qenë libri dikur, një udhëtim ngadalt dhe po ashtu mund të themi se është edhe intim. Në kohët kur teknologjia nuk ekzistonte, libri ishte më shumë se një objekt, ai ishte një përvojë plot. Bibliotekat dhe librarit ishin qendra të dijes, vende ku njerëzit mblidheshin për të lexuar dhe për të shkëmbyer mendimet e tyre. Çdo libër i ri përtej faktit që pritej, do të them që pritej me padurim, po s'di se si ta them që pritej me padurim në një formë më të lartësuar. Çdo libër pritej me padurim. Dhe një roman i mirë mund të shoqëronte po ashtu një individ për javë të tëra duke ofruar një udhëtim në botën e imagjinacës dhe përvojave të ndryshme. Në këtë kuptim, libri ishte një mik i heshtur, i besueshëm dhe i pandryshueshëm për njeriu. Çdo libër i ri pritej me padurim, faqet e tij ktheheshin ngadalë dhe aromat e letrës dhe të bojës i jepnin një emocion të veçantë lexuesit. Dhe e kam vërejtur tek çdo lexues që ajo aroma kur e qel libri në fillim, ti mbush hundë, ta mbush shpirtin dhe po ashtu në të njëjtën kohë e di që librat e rinj janë duke u botuar me ca fletushka të bardha. Por jo, dua të them që ato libra të cilat i kanë fletëzat si të verdha, si të vjetra, ato edhe kanë aromën e librit vërtet, po edhe kanë përmbajtje shumë të bukur brenda. Përveç festës së lexuesit 23 prilli ka edhe një dimension tjetër që lidhet me ligjin dhe të drejtat e autorëve. Çdo libër është rezultati një pune të madhe krijuese, ide, përpjekje, orë të tëra shkrim dhe redaktim. Të drejtat e autorit sigurojnë që krijuesit të nderohen dhe të marrin shpërblimin e merituar për punën e tyre dhe kjo është një mënyrë për të mbrojtur industrinë letrare dhe për të siguruar që talenti dhe krijimtaria të vazhdojë të lulëzojë edhe më tej. Tradita dhe mënyrat e festimit të kësaj dite. Në vende të ndryshme të botës, 23 prilli festohet në mënyra të ndryshme. Në Spanjë, veçanërisht në Kataloni, ekziston një traditë e veçantë. Njerëzit dhurojnë libra dhe trëndafile. Një simbol i lidhjes mes dijes dhe ndjenjës. Ne e dim që çdo libër ka ndjenja brenda. Në vende të tjera organizohen edhe panaire librash, lexime publike dhe debate që nxisin lexuesit e rinj dhe të rriturit të afrohen më shumë me botën e shkrimit dhe po ashtu edhe të asaj të leximit. Disa vende zhvillojnë aktivitete për fëmijë dhe për të rinj duke i mësuar ata të vlerësojnë librin dhe të kuptojnë rëndësinë e të drejtës së autorit që në moshë të hershme. Këto aktivitete përfshin lexime, lojra edukative, krijimin e librave të vegjël dhe takime me autor, duke i bërë lexuesit pjesë aktive të kulturës letrare. Dhe kjo është e bukur se ti në të njëjtën kohë rininë e bën më të afërt me autorin, se është gjithmonë ajo lidhja që autori vërtet shkruan, vërtet ka personazhe, po autori gjithmonë shkruan për lexuesin, për një lexues që do ta kuptojë, për një lexues i cili ndoshta do të kuptojë një gjë tjetër nga ajo që çfarë autori ka dashur të shkruajë. Ndërsa sa i përket rolit të librit sot, edhe pse mënyrat e leximit kanë ndryshuar, thelbi mbetet i njëjtë. Librat, qoftë fizik apo digital, janë një burim i pazaventsueshëm dijesh, frymëzimi dhe reflektimi. Si fillim dua të shkojmë edhe në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, ku më pas do të rikthehemi që të flasim pak më gjerësisht për rolin dhe rëndësinë e librit që ka sot. Pavarësisht ne mund të themi se e dim me bindje të plotë që libri më përpara është konsideruar edhe si mjet informimi, ku pas librit erdhi radioja, pas radios erdhi televizori, dhe më pas e kemi edhe telefonët celular, të cilët i kemi gjithmonë me vete. Sot i kemi bërë tamam si shok, edhe jo librat. Por gjëja që më vjen edhe më shumë çudi është se gjithmonë njeriu kthehet e vjetra, edhe është një shprehje angleze që thot old but gold, edhe besoj që libri kurrë do dalin nga moda. Gjithsesi ne do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio. Retro Time u mundësua nga Dua Molstruk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa.
Mirë se vini në Dua Mall, qendra tregtare ku stili, komoditeti dhe përvoja perfekte e blerjes bashkohen vetëm në një vend. Nga markat më të njohura, trendet më të fundit të modës, aksesor, kozmetik, deri te hapësirat relaksuese për kafe dhe argëtim, gjithçka që kërkoni e gjeni në Dua Mall. Ambiente moderne, oferta të shumta, përvojë unike për të gjithë familjen tuaj. Dua Mall, vendi ku dëshirat tuaja bëhen realitet. Detex Home, ngrohtësia fillon në shtëpinë tuaj. Kërkoni cilësi, rehati dhe elegancë për shtëpinë tuaj? Detex Home është zgjedhja ideale për ju. Tek ne gjeni çarçaf cilësor dhe modern, jastëk komod, peshqir të butë dhe luksos, aksesor dekorativ për çdo kënd të shtëpisë tuaj, qeis nga më të ndryshmit. Çdo detaj është zgjedhur me kujdes për t'i dhënë shtëpisë tuaj stil, rehati dhe elegancë. Detex Home, sepse shtëpia juaj meriton më të mirën. Moleraj Musa, ngjyra që i jep jetë shtëpisë tuaj. Dëshironi freski, bukuri dhe transformim të plot për ambientin tuaj? Moleraj Musa sjell profesionalizëm, përkushtim dhe perfeksion në çdo detaj. Lyerje profesionale brenda dhe jashtë shtëpisë, transformim total i hapësirave, cilësi, pastërti dhe punë me standarde të larta. Sepse ngjyra nuk është thjesht bojë, është ndjesi, është stil, është jetë. Moleraj Musa i jep ngjyrë, bukuri dhe jetë shtëpisë tuaj. U rikthehem kështu përsëri në studio dhe tani do të flasim për rolin e librit sot, edhe pse mënyrat e leximit kanë ndryshuar, thelbi mbetet i njëjtë. Librat, qoftë fizik apo digital, janë një burim i pazëvendësueshëm dijesh, frymëzimi dhe reflektimi. Leximi zhvillon imagjinatën, kupton ndjesitë të tjerëve dhe ndihmon të ndërtojmë mendimin kritik. Në një botë ku informacioni rrjedh shpejt, libri është një element që të ndalon, të bën të mendosh dhe të përjetosh emocione më të thella. Gjithmonë e kemi edhe këtë dallim neve kur e shohim filmin edhe në të njëjtën kohë nëse e lexojmë edhe librin. Ka libra, ka filma të cilat kanë dalë prej librave, janë të shumta ato. Shumicat e tyre janë të tillë dhe e kuptojnë që librat janë më të ndjerë. Më ka ndodhur që për shembull është një libër Faj në yjetan, filmi quhet The Fault in Our Stars. Unë do të thënë 3 herë kam parë filmin, vërtet jam onjt tu qatë, thom drejtën. Po nga ana tjetër kur e kam lexuar librin, se di të thom drejtën, 2 muaj me rend në depresion kam qenë. Mënyra se si të bën libri të ndjesh është shumë më ndryshe se sa ne kur e shikojmë. Do të thënë, syri nuk të bën aq të ndjeshëm sa të bën, do të thënë, ai mendimi i mbrëmshëm kur ti e dëgjon veten duke e lexuar. 23 prilli është një kujtesë se libri nuk është thjesht një objekt i heshtur mbi rafte. Ai është një udhëtim, një histori, një pasqyrë e shpirtit të autorit dhe një pasqyrë vetvetes për lexuesin. Libri bashkon brezat, kulturat dhe mendjet dhe po ashtu përmes tij fjala e shkruar vazhdon të ndikojë në mënyra të fuqishme të jetës tonë. Prandaj në këtë ditë të gjithë kemi një mundësi të veçantë të ndalemi, të hapim një libër dhe të fillojmë një udhëtim të ri. Qoftë një roman i vjetër që na sjell kujtime apo një libër i ri që na pret për t'u zbuluar. Çdo faqe ka një histori për të treguar dhe një mësim për të dhënë. Dhe në fund libri nuk është thjesht për të lexuar, ai është për ta përjetuar, për të reflektuar për ti dhe për ta ndjer atë. Ka edhe dallime. Vërtet është dita e librit, edhe pavarësisht librave, doja të thoja që kemi libra të cilat i cilësojmë si limonat, të cilat mund të lexohen me një frym, për të cilave kemi mund të thoja edhe filma turk në rrëfimin e tyre, por ndryshe është kur lexojmë një libër i cili ka një kulturë, ka një, domethënë, nuk duhet të shkojmë mbas turmës te këto bestsellerat, si ajo Colleen Hoover, nuk e di a jam saktë me emrin e autores, po nuk duhet të shkojmë me rrymën. Më ka ndodhur emrin e trëndafilit si vepër, pavarësisht që e kam parë film, po si vepër më është dashur të rikthejmë 3 herë nga e para,
për ta kuptuar. Është një libër i cili përmban një histori të thellë dhe të pasur. Është një libër të cilit ti duhet me patjetër t'ja lexosh parathënien që ti kuptosh personazhet e asaj vepre. Dhe po ashtu në të njëjtën kohë janë edhe librat e tjerë. Për shembull, ti e ke Ismail Kadaren, ke edhe autorë të tjerë të cilët duhet t'i lexosh 2 herë. Për shembull, më ka rënë rasti, Prillin e Thyer e kam lexuar në gjimnaz, por në të njëjtën kohë e kam lexuar 2 herë edhe në fakultet. Kuptimin që unë ja mora, mesazhin që unë ja mora në gjimnaz nuk është i njëjti me atë që ja mora sot, derisa jam në fakultet, derisa jam në studime. Prandaj dhe them duhet të zgjidhen shumë libra dhe jo të shkojmë pas turmës Elhaj Cufi. Elhaj Cufi nuk ka një libër adekuat për të cilit ti do mësosh diçka, edhe pavarësisht asaj, ne themi po gegërishtja është dialekti jon i parë, domethënë prej ti është krijuar gjua. Po, ama ne kemi një gjuhë standarde. Po, edhe ne kemi një shprehje, një mënyrë shprehje. Edhe më vjen pak çudi edhe gërdit, unë e kuptoj, e vlerësoj shumë dialektin e gegërishtës. Por nga e njëjta anë duhet të respektohet edhe gjua e përbashkët që kemi ne. Domethënë, jemi shumë troje të përçarë, por e kemi një gjuhë të përbashkët. Prandaj dhe duhet ta bëjmë edhe ne të mundur që ta kuptojmë njëri tjetrin. Dhe po ashtu, mesazhet që kam brenda më vjen keq ta them, po ke libra që nuk ke asnjë mesazh për tyre. Për shembull, nëse e marr Elhaj Cufi me një vepër të tij dhe nëse e marr veprën e zëm Të martat me morin, të dyja janë limonat, por nga Të martat me morin mua më jep një qasje, një emocion shumë më të bukur se sa veprat e Elhaj Cufit. Nuk është që i kam lexuar shumë, vetëm njërën ja kam lexuar dhe s'kam preferuar të harxoj para për veprat e tij. Prandaj dhe si përfundim mund të them se në këtë ditë po ashtu të gjithë kemi një mundësi për të veçantë që të ndalemi, të hapim një libër dhe të fillojmë një udhëtim të ri, qoftë një roman i vjetër që na sjell kujtime apo një libër i ri që na pret për të zbuluar. Çdo faqe ka një histori për të treguar dhe një mësim për të dhënë. Në fund libri nuk është thjesht për ta lexuar, ai është për ta përjetuar, për të reflektuar për ti dhe për ta ndjer atë. 23 prilli na kujton se kultura, dijet dhe krijimtaria janë thesare të çmueshme. Le të festojmë për ditën e librit, për të drejtën e autorit dhe për fuqinë e fjalës së shkruar, sepse vetëm kështu mund të ruajmë lidhjen me të kaluarën dhe të frymëzojmë të ardhmen, ashtu si e ka qëllimin dhe Retro Time, që të kthehemi pas, të mësojmë nga e kaluara, të mësojmë nga gabimet e të kaluarës. Prandaj është ajo që thuhen që budallai mban mend dhe i mençuri shkruan. Dhe e keqja është ne kemi pasur shumë shkrime, po s'kemi pasur një alfabet adekuat për të cilit ne mund të vërtetonim që gjua shqipe nuk linden me sharjen e Gjon Buzukut ose ku ta di unë me formulën e pagëzimit. Dhe kjo më vjen shumë keq se gjua shqipe si gjuhë shumë e vjetër, shkrimin e ka të ndryshuar nga dekada në dekadë, dhe kjo është arsyeja që neve nuk kemi shumë dokumente të shkruara për ta vërtetuar gjuhën tonë. Kështu ishte dhe fundi i programit të Retro Time, epizodi i fundit i këtij programi. Shpresoj të jeni të kënaqur dhe unë pashtu kam shkruar diçka të vogël, e cila është pashtu dua të shpreh dhe falënderimin që e kam për ju. Të dashur miq, të nderuar shikues dhe dëgjues, bashkëpunëtorë dhe të gjithë ju që na keni ndjekur. Sot nuk është thjesht fundi i një programi, është fundi i një rrugtimi të bukur, i një aventure që na ktheu pas në kohë, aty ku kujtimet kanë më shumë ngjyra dhe më shumë emocione dhe po ashtu janë me shumë shpirt. Retro Time nuk ishte vetëm një program me 13 edicione. Ishte një dritare që u hap drejt së kaluarës, drejt atyre momenteve që ndoshta i kishim harruar, por që jetonin ende brenda nesh. Çdo puntat ishte një rikthim, një përqafim me kohën, një ndalesë për të kujtuar se kush kemi qenë dhe sa larg kemi ardhur. Gjatë këtyre 13 edicioneve, ne kemi qeshur bashkë, kemi kujtuar, kemi ndjerë mall dhe mbi të gjitha kemi kuptuar se e kaluara nuk është thjesht histori. Ajo është një pjesë e shpirtit ton. Asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur pa ju dhe faleminderit secilit prej jush që na ndoqët, që u bët pjesë e këtij rrugtimi, që e bët Retro Time më shumë se një program, po e bët një ndjenjë. Pavarësisht që Retro Time nisi me ndjenjën që unë e kisha për rinin,
që rinia të mësonte prej saj. Jam thellësisht shumë falendëruese stafit, Ibros, fitores. Ju falenderoj shumë edhe për idetë, për bashkëpunimin, për çdo gjë që na keni falur dhe pashtu nuk dua të lë anash edhe pa përmendur 3 sponsorët e këtij programit, pa të cilët nuk do të bëj gjitha kjo. Si fillim dua ta falenderoj shumë qendrën tregtare Dua Mall në Strug, e cila gjithmonë, pavarësisht se ku kam qenë, ka qenë gjithmonë pro kulturës, pro rinis, pro për të mbështetur rinin në gjëra të bukura. E falenderoj shumë Dua Mallin, Gencin, që më kam mbështetur gjithmonë në hapat e kulturës dhe të artit që unë kam vazhduar përpara. Dua të falenderoj shumë Detex Home, të cilët po ashtu ishin pjesë e këtij programi, ishin sponsor të këtij programi. Nuk di çfarë të them më shumë, thjesht faleminderit se jeni treguar shumë të mirë dhe shumë mbështetës ndaj çdo puntate dhe ndaj çdo njëri prej nesh. Dhe si përfundim, sponsorin gjeneral Moler Rajmusa. E falenderoj nga thellësia e zemrës, ka qenë një njeri i cili gjithmonë i ka hapur krahët kur unë i kam kërkuar ndihmë për pjesën kulturore dhe artistike në Strug, Besartin, të cilit gjithmonë nëse vetëm një telefonat i bën, thot, "Ok, Bora, me ty jam, vetëm bëje sa më bukur, do më kesh gjithmonë aty." Dua t'ju falenderoj shumë. Keni qenë pjesë e këtij programi edhe shpresoj që edhe ju të keni përfituar diçka prej tij dhe faleminderit shumë për mbështetjen që keni bërë. Dua pashtu të vazhdoj se asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur pa ju dhe faleminderit secili prej ju që na ndoqët, që u bët pjesë e këtij rrugtimi, që e bët Retro Time më shumë se vetëm një program, po e bët një ndjenjë. Faleminderit edhe ekipit që punoi me përkushtim, me dashuri dhe me pasion për ta sjellë çdo epizod sa më të veçantë. Pas çdo momenti që keni parë, ka pasur shumë zemër dhe shumë punë. Sot mbyllim një kapitull, por jo kujtimet, sepse ato do të jetojnë gjithmonë tek ne. Ndoshta ky është fundi i programit Retro Time, por emocionet që kemi ndar nuk do të kenë kurrë fund, do të jetojnë gjithmonë me ne. Po ashtu doja thoja se ndoshta ky është vërtet fundi i programit Retro Time, po juve mund na ndiqni gjithmonë në kanalin Radio Struga në YouTube, ku Retro Time mund ta ndiqni në çdo kohë, në çdo vend dhe do të jemi gjithmonë bashkë me njëri tjetrin dhe si përfundim dua t'ju them faleminderit nga zemra dhe inshallah do të takohemi përsëri në një rrugtim tjetër, më frymëzues dhe më pranjush. Faleminderit për çdo gjë, ju dua shumë. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Strug, Detex Home dhe sponsor gjeneral Moler Rajmusa.